baklavan tonë e kemi gati, është pjekur si që duhet. Kjo është ajo që ju nevojitet nëse nuk keni kohë. Ka dhe një shije të mrekullueshme. Për përgatitjen e kësaj recete na duhen 2 pako me petë të gatshme, na duhen 200 gram biskota, 1 kokër limoni, 100 gram ark kokosi, 1 kg sheqer, 400 gram ara edhe 400 gram gjalp. Për baklavan me petë të gatshme, gjëja e parë që do bëjmë ndërkohë që shkrin gjalpi, është do përzijmë biskotat, arat dhe arën e kokosit, që ta kemi gati mbushjen. Te tasi i madh ku kemi biskotat do shtojmë arat. I përzijem mirë. Shtojmë arën e kokosit. Është një recetë e veçantë, ara e kokosit i jep shumë shije. Duhet të thënë bëhet shumë, po shumë shpejt. Edhe bëhet edhe shumë e shijshme. Mbushjen e kemi gati. Po e largojmë në një anë. Tavën e kam marrë të thellë, pasi më pëlqen që baklavaja të jetë pak e trashë, e plot. Do lyejm fillimisht tavën. Do hedhim pak gjalp. Hedhim me bollok, pasi dihet që gjalpi i jep shijen baklavas, të cilat, siç ju thash, do t'i lë të plota. Do t'i lyejm sërish me gjalp. Baklavaja është vetëm një ëmbëlsirë për të cilën nuk duhet kursyer gjalpi. Vazhdojmë që të shtrojmë petët dhe ta lyejmë me gjalp. Të njëjtën gjë do bëjmë me çdo petë që do shtrojmë. Ndërkohë që jemi në përfundim të pakos së parë të petëve, më kanë ngelur edhe 4 petë. Unë do hedh shtresën e parë të mbushjes. Do e bëj me 2 shtresa. I kemi hedhur këto, do t'i hedhim edhe pak gjalp. Risht me shtrimin e petëve, duke bërë të njëjtën gjë. Do vendos edhe këtë petë dhe do bëj mbushjen. Tashmë do hedh të gjithë mbushjen. Do hedhim sërish 2 lugë gjalp. E do vazhdojmë më pas me renditjen e petëve. Pasi kam përthyer anësorët, arriti peta deri atje ku duaj, i kam përthyer kështu dhe i kam lyer me gjalp, për mos i çuar dëm, këto i vendos kështu. Po vendosim edhe 2 petët e fundit. Vendosim dhe petën e fundit. Ja dhe baklavan e kemi gati. Do e presim siç priten zakonisht baklavat, në formë rombi. Fillimisht do bëjmë një diagonale. Pasi e kemi prerë, do t'i hedhim sërish pak gjalp. Të hyjë gjalpi
në të prerat edhe veçanërisht në anësore. Ja dhe baklavan e kemi gati, do ta fusim të pishet. Fillimisht do e vendosim në një temperaturë prej 180 gradë për 15 minuta e më pas do ta pjekim në 150 gradë për rreth 45 minuta. Ndërkohë që baklavaja është duke u pjekur, ne do merremi me përgatitjen e shurupit. Kam ndezur vatrën, në një tenxhere kam hedhur 1 kg sheqer edhe tashmë do t'i hedh edhe 750 ml ujë. Do ta trazojmë në mënyrë që të tretet sheqeri. Dihet që shurupi i baklavas duhet pak më i trashë se sa për ëmbëlsirat e tjera. Ndërkohë duhet keni parasysh që ta trazoni her pas here. Pasi ka marrë val, do e trazojmë edhe një herë për t'u siguruar që i gjithë sheqeri është tretur. E trazojmë në të gjitha anët. Do ta lëmë për rreth 20 minuta. Edhe më pas do t'i hedhim edhe lëngun e limonit. Pasi e kemi lënë për rreth 20 minuta, do t'i hedhim 2 lugë lëng limonit, të cilin unë e kam shtrydhur. Ashtu siç ju kam thënë edhe në video të tjera, kjo bëhet me qëllim që shurupi mos të sheqeroset, pasi dihet që baklavaja nuk konsumohet brenda ditës. Edhe kjo e mban të shkrifët. Po e lëm edhe 3-4 minuta me të marrë val me limonin edhe do ta largojmë. Ja dhe shurupin e kemi gati, do fikim vatrën edhe do ta largojmë që të ftohet pak. Ja dhe baklavan e kemi gati, është pjekur ashtu siç duhet. Do ta lëm të ftohet pak edhe do t'i hedhim edhe shurupin. Pasi kemi lënë të ftohet pak baklavaja, do t'i hedhim shurupin, të cilin e kemi të nxehtë. Fillimisht do i hedhim anëve. Ja dhe baklavan e kemi gati, do ta lëm për disa orë që ta marrë shurupin edhe më pas do ta servirim edhe do ta shijojmë.